Kuvendi ka zhvilluar këtë të martë seancën e radhës plenare. Në nisje të seancës, kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka njoftuar rrëzimin e kërkesës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin Edi Rama, lidhur me kërkesat e protestuesve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, ka depozituar një kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë në lidhje me kërkesat e qytetarëve, kërkesë së cilës i kam kthyer përgjigje negative. Nga shqyrtimi i kërkesës rezulton se shumica e çështjeve të ngritura kanë natyrë legislative, pasi lidhen me ndryshimin ose shfuqizimin e akteve ligjore në fuqi dhe jo me kërkimin e shpjegimeve për veprimtari konkrete të Këshillit të Ministrave. Për këtë çështje janë depozituar tashmë iniciativa ligjore në Kuvend, të cilat do të trajtohen sipas procedurave parlamentare përkatëse. Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legjislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoj në mbështetjen e nenit 89 rregullores Kuvendit, kërkesa nuk pranohet. Kreu i grupit të PD-s, Gazmend Bardhi, mori fjalën në foltore ku akuzoi Ramën se po i shmanget llogaridhënies në Kuvend. Ky nuk është një refuzim për opozitën. Ky është një refuzim për parlamentin, është një refuzim ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre, dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që ju tha ju në mbledhje grupi, por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Ai është peng i sistemit që ka ndërtuar vetë. Ne sot nuk do t'i vinim prangat Edi Ramës për krimet që ka bërë. Ne kërkuam që kryeministri të informojë Kuvendin mbi masat që ka marrë Këshilli i Ministrave për adresimin e shqetësimeve të evidentuara në rezolutën, në raportin e Parlamentit Evropian për ligjin e investimeve strategjike dhe ato të zonave të mbrojtura dhe trashëgimisë kulturore. Nuk i kërkuam të pranonte krimet e tij. Nuk i kërkuam të pranonte kërkesat e protestuesve. I kërkuam të bënte ato që bën çdo kryeministër në një demokraci funksionale, të vinë në parlament dhe të jap llogari për veprimet e qeverisë së tij. Pas 13 viteve në pushtet, Edi Rama nuk sillet më si kryeministër, sillet si pronar i Shqipërisë. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, u shpreh se fryma reale e protestës është një frymë anti-establishment dhe se PS-n nuk e mund dot asgjë. Sipas tij, protesta e humbi kauzën fillestare dhe ka ndryshuar identitetin e vet. Këtu mes ju që doni të shpëtoni nga Saliu, këtë e di unë, u bëm kohë bashkë. Edhe shkoni aty në protestë me shpresën që ne se heqim dot Saliun, po do zoti na e heq protesta Saliun. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta i arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Këtë protestë u përfshin dhe vazhdojnë të jenë të përfshirë aktorë shtetëror malin dhe Shqipërisë, së bashku me media, organizata dhe interesat huaja. Kjo protest nuk i bën asnjë punë dhe nuk e shpëton Partinë Demokratike. Fryma reale e protestës është një frymë anti-establishment për ata që e kuptojnë. Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Ndërkohë që ne PS-n, falë zotit, dhe kemi shumë të re. Dhe mund të lindin nga kjo protest vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik. Duhet kuptojmë gjithë që kjo protest e humbi kauzën fillestare. Ajo tani më ka ndryshuar identitetin e vetë. Me votimin e Kuvendit, kërkesa për interpelancë u rrëzua me 23 vota pro dhe 75 kundër.